Akcioni Stop jam drejtuar për kërkesën time. Mora një kredi vitin 2007 prej 9 milionësh dhe duhet paguaja 12 milion. Pagova 7 milion lek, i ngela dhe 5 milion. Për 5 milion lek i kam lënë fugonin prej 12 milionësh i vlerësuar nga banka e tyre, me vlerësuesin e bankës. Mbas disa kohësh, unë u smura dhe nuk isha në gjendje të punoja më. Mbas si s'punoja dot më, nuk po shlyja kredin. Më erdhë oficerët e kredis dhe komunikuam bashkë me ta. Ata më dhanë 15 ditë afat për të shitur fugonin. Mbas 15 ditëve, nëse nuk shiqe fugoni, e merrte banka fizikisht dhe gjaqet e cilën e mori dhe nga ajo ditë fugoni im nuk dihet se nga ka shkuar. Shkova ju drejtova punojësit me prokuror të bankës, ish banka PSHM sot Noa, dhe ai më thotë që unë fugonin e kam shitur, e kam hedhur në ple, nuk e kam shitur. Ata më bën presion dhe më dërguan një letër që duhet paguaja 15 milionë e 525.000 lekë.